Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një deklaratë për mediat ka denoncuar masakrën me votat e diasporos, duke akuzuar se posta shqiptare ka luajtur një rol të rëndësishëm në manipulimin e procesit zgjedhor. Sipas Berishës, kjo veprimtari ka ndodhur përmes shtimit të zarfave të dyshimt, duke cënuar kështu transparencën dhe integritetin e zgjedhjeve. Ai theksoi se këtë manipulim që është në shkallën më të lartë të kriminalizimit është e pamundur që ta pranojnë qytetarët dhe nuk mund të konsiderohet një proces i drejtë dhe i ndershëm. Berisha solli shembuj konkret nga disa qarqe të Shqipërisë, ku numri zarfave të dërguar është ndjeshëm më i lartë se ai i votave të numëruara. Zarfat, votat, nuk u mbushen nga qytetarët e regjistruar, por ato në mira prej tyre u plotësuan nga patronazhistët të dërguar nga Tirana, nga punojës apo ish punojës të ambasadave dhe solli një manipulim të dalë jashtë kontrolli, aq vulgar dhe aq banal sa që u doli tërësisht jashtë çdo kontrolli dhe tani, ndër të tjera, dora e zezë e postës shqiptare është një nga faktorët e tjerë që ushtri mbi votën e diasporës. Imagjinoni ju magazinat e postës shqiptare se si lukunia e patronazhistëve ribëri nga e para votat siç deshi. Ky është një proces i kriminalizuar në shkallën më të lartë, që kurrë nuk do të njihet dhe nuk do pranohet. Sali Berisha ka paralajmëruar se opozita po sensibilizon komunitetin ndërkombëtar për farsën zgjedhore që ndodhi në 11 maj, duke theksuar se raportet e dërguara janë vetëm një pasqyrë paraprake e procesit dhe nuk përmbajnë asnjë informacion të ri. Berisha ka akuzuar qeverinë dhe strukturat e sigurisë për shkeljen e parimeve themelore të zgjedhjeve të lira, si dhe për përdorimin e ish bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit për aktivitete të palishme, duke i quajtur këtë një shkelje të rëndë të ligjit. Ai ka theksuar se opozita do të vazhdojë të luftojë për të mbrojtur vullnetin e qytetarëve shqiptar dhe për të siguruar zgjedhje të lira dhe të ndershme.